Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell recetën e samunave të mbushur në një përgatitje shumë të shpejtë, ekonomike, shumë të shijshme. Besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Fillojmë me përgatitjen e samunave. Fillimisht e përgatisim brumin. Në një hin shtojmë 250 ml me qumësht të vakët. Qumështi asesi nuk guxon që t'jetë i nxehtë, por i vakët. Shtojmë një lugë gjelle me sheqer, një lugë e gjysmë më të mesme me moja buke pluhur, nëse përdorni ato 4 urat e freskëta, e përdorni vetëm se gjysmën, përzijmë pak që të aktivizohet moja e bukës. Përgatitja është shumë e shpejtë dhe me pak përbërës. Kam përzij pak mosën, tash ja shtoj dikon rreth 3 katë lugë gjelle me vaj, mjaftueshëm. Përzij përsëri mosën dhe e shtoj në millin. Mosat e millit nuk dihen fikse, dikon rreth 400 gram. Për atë arsye ja shtoj kështu pjesë dhe një lugë të mesme të mbushur plot me krep. Punojmë, shtoj mill derisa ta fitojmë trashësinë e dëshiruar. Pra duhet na del një brum i butë. Më të mira do dolin samunat kur t'jetë brumi i butë. Shto me dorë, në fillim me lugë, kam fituar një brum të butë, jo të fortë. Tash i hedh vaj. Përhapi vajin nga gjitha anët. E mbuloj në ku ndodhet brumi dhe e lë brumin që të pushoj dhe të dyfishohet për 1 orë në ambient dhope. Brumi ka pushuar mjaftueshëm, e largoj nga ena, hedhim miell, tavolin pune, largoj brumin, largohet lehtë pasi e kam lyer brumin nga gjitha anët me vaj. E ngjeshim pak brumin. Kështu. E hapim një formë të lëmuar dhe ndajmë brumin. E ndajmë në 4 pjesë të barabarta. Secilës pjesë mundohem të jap masinë e njëjtë. Tash ju japim formën e kuleçme. Secilës pjesë, kështu formën e lëmuar. Kam dhënë formën të gjithave, tash marr kulaçin e parë dhe bëj hapjen, hedhi miell dhe hapi kështu në një masi dikon rreth 30 cm. Mundohem të jap formën rrethore gjatë hapjes. Përgatitja siç e shihni shumë e lehtë, bëhen shumë të shijshme, janë më të mira se të vlerat. Të vlerat mund t'i bleni me një kosto shumë të shtrenjtë dhe nuk janë sikur të përgatitura në shtëpi. Gjithçka që përgatitet në shtëpi është më e shijshme dhe më e shëndetshme. Hapim miellin. Besoj se mjaftueshëm kam bërë hapjen. Tash shtoj salcë domatesh. Unë kam përgatitur në shtëpi salcë domatesh, ju mund t'i shtoni edhe të blerë, kështu pak në tek mesi, 2-3 lugë gjelle është mjaftueshëm. Nuk ju afrohu ansorëve, sepse kur të mbyllet samuni, atëherë dhe bëj qoshet, i bëj me ngjyrë dhe nuk do të el bukur. I hedhim pak oregano kështu, pak suxhuk të prerë në feta, holla, mjaftueshëm është. Shtoj në kashkavall, duhet i shtoni kashkavall qumshti patjetër. Kashkavall i shtoni gjithmonë sipas dëshirës. Ulli,
cilëve ju kanë largu për thomën. Kam prejë të copsat vogla, bëjmë mbyllje. Marim një piron dhe me anë të pironit shtypim qoshet, të dy qoshet, kështu. Dhe ja formojmë një rreth. Në këtë mënyrë do sigurohu që nuk do del mbushja e samunit jashtë. Kështu nga gjitha anët bëjmë mbylljen. Kam vendosur në tepsi kam shtru letër për pjekje, shumë përshtatshme janë tepsijat e shporetit elektrik. Në mënyrën e njëjtë vazhdojnë atutje me hapjen e kuleçve tjerë. Hapim në mënyrën e njëjtë dhe mbushjen e bëjmë në mënyrën e njëjtë. Ndohen të jap masin e njëjtë, që më bukur të rrinë në tepsi kur t'i vendosim. I kam vendosur në tepsi, tash i mbuloj dhe i lë që të fushojnë për 10 minuta. Pas 10 minutave, largoj kështu, qërshafin dhe tepsijën e parë. Do bëj pjekje në fillim të tepsijës së parë, e lyj kështu me qumsht pak, vetëm se lehtë, që mos t'ja prishi formën, me anë të një brushe. Gjatë kohës që i leni me pushu, e nxeni furrën në temperaturë 220 gradë. Ju shtojmë pak vaj sipër dhe susam të fërkuar. Mund t'i shtoni edhe susam të pa fërkuar, mirë po kështu me susam të fërkuara më të shishme të dalin. Mënyrën e njëjtë, i hedhi dhe samunit tjetër. Tash i vendosim pjekje në temperaturë 220 gradë në furrë të parangrohur, do i pjeki rreth 20 minuta. Kam largu nga furra, ka një aromë shumë të mirë, e mbulojmë tash dhe lojmë që të ftohet. Derisa tepsija e parë të ftohet, ne përgatisim tepsijën e dytë për pjekje. Bëjmë lyrjen dhe e pjekim në mënyrën e njëjtë. E lyjmë kështu me qumsht, me vaj, hedhim para susamit, mënyra e njëjtë. Vazhdojmë dhe me tepsijën e dytë. Kam largu dhe tepsijën e dytë nga furra, janë pjekur shumë mirë, i mbulojna dhe i lojna në që të ftohen dhe do janë gati për konsumet. Samunat janë ftohur, janë gati për konsumet. T'i ndajnë dhe t'i shihni se si duken nga brendësia. Vërtet ka një pamje shumë të mirë. Ja dhe si duken. Aroma shumë e mirë. Besoj si ju ka pëlqyer, mu t'ra dashura mënyra se si përgatis unë samunat mbushur. Gjithë ju që i përgatisni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.